Rreth 140 operatorë turistik dhe investitorë të ndryshëm kanë aplikuar në zonat kadastrale të miratuara nga qeveria shqiptare në Bashkinë Maliq, në kuadër të programit Paketa e Maleve, një nismë që synon zhvillimin e turizmit malor dhe ekonomisë rurale. Sipas kryetarit të bashkisë, Gëzim Topçiu, zonat e përfshira në këtë program janë të shtrira në njësitë administrative, po janë Pirg, Gor, Moglic, ku pritet të realizohen investime të rëndësishme në sektore të ndryshme. Pjesa më e madhe janë banorë që banojnë dhe jetojnë në territorin e bashkisë, po kanë dhe nga ata që janë larguar në qytete të tjera apo mund të jenë edhe në emigracion, të cilët kanë shprehur interes për vendlinjen e tyre, për tokat të parëve, për t'i zhvilluar edhe për të dhënë impakt pozitiv zhvillimor. Ka nga të gjitha drejtimet, që nga agroturizmi, që nga zhvillimi plektorisë, që nga zhvillimi i seteve turistik të themi në disa zona që janë shumë interesante. Nuk do të shprehemi paraprakisht derisa grupet e punës apo drita e shile ta marrin, se mund të ketë dhe aplikime të cilat nuk e përfitojnë, mund të jenë aplikime thjesht se un kam dëshirë të aplikoj, dua të aplikoj në këtë tokë edhe pse s'ka lidhje fare me atë tokë apo me pasurinë, pasi ne duhet të mbrojmë patjetër ish-pronarët, duhet të mbrojmë tokat të cilat s'kan të bëjnë fare me këtë paketë. Në fund fundit kalon disa hapa, disa aspekte derisa merr dritën jeshile, lejnë ndërtimit apo miratimin nga Këshilli i Ministrave për ta dhënë të poseduesme këtë investim. Kryebashkiaku Topçiu theksoi se projektet e propozuara përfshin investime të larmishme, duke nisur nga ndërtimi i bujtinave turistike e deri te zhvillimi i agrobizneseve dhe sipërmarrjeve të lidhura me prodhimin bujqësor dhe përpunimin e produkteve vendase. Një nga operatorët turistik që ka shfaqur interes të shtuar është Alfred Cenkollari, i njohur për investimet e tij ndër vite në njësinë administrative Pirg, veçanërisht në fshatin Leminot. Ai ka përgatitur një projekt të ri në kuadër të paketës së maleve, i fokusuar në agroturizëm dhe zhvillim agrobujqësor. Vendlinja jonë tyra themelet e të parëve tanë, dhe nuk mund të alim në një vend kaq e shikojmë me sy dhe na vite shumë gjëna. Ishte shkretë të tjirë gjithë kjo hapësirë e bukur këtu. Jam interesuar dhe ka marrë toka me qira, ka përshkja këto toka që ishin lënë të pasaj dhe në paketë e maleve. Por në para 3 vjetësh ishin toka të lëna djerë, ku i thonë, dhe kemi aplikuar në Bashkema Liq, dhe Bashkema Liq me ka dhenë me qira këto toka për në 9 vjetë, që këtu kemi bjellë. Që atyre 4 vjetër kemi mbjellë Breshta, Arror, Shtenja. Tani, sa i përket paketës së male, kjo është akoma favor për ne si biznesmen apo si investitor që mund të qojmë veten. Paketa maleve është shumë e bukur, e para punës të jep lehtësira nga taksat, që kjo na bën akoma më shumë optimist që ne të idhemi të investojmë në këtë zonë. Zonat kadastrale të Bashkisë Maliq konsiderohen me potencial të lartë zhvillimi, fal burimeve të pasura turistike, bujqësore dhe blegtorale, si dhe mundësive për agropërpunim. Autoritetet vendore vlerësojnë se këto investime pritet të ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të zonës, rritjen e punësimit dhe promovimin e turizmit rural. Programi Paketa e Maleve synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore, duke i kthyer ato në qendra të rëndësishme të turizmit dhe prodhimit vendas.